Në një ditë përvëluese qershori, era e rëndë e gazit ndihet që në rrugën e re nacionale Selenic-Tepelen, segmenti Vllahin-Poçem. Zbresim në këmbë drejt grykëderdhjes së projit të madh, si I thon vendasit. Në fakt, ky faremirë mund të quhet përroj I zi, pasi më shumë se sa ujë këtu rrjedh llumi I naftës që del nga puset lart në kodrën e Gorishtës. Një banor I zonës pranon të na shoqërojë në rrugën me kaldrëm, por në kushtet e anonimatit, pasi tashmë që mediat kanë mbritur në fshat për ndotjen, ai I druhet daljes publike. Ecim për rreth 30 minuta në këmbë derisa mbërrim në këtë pikë. Këtu, përroj I madh derdhet në lumin vjos, që siç shihet në pamje, është plotësisht I ndotur. Aroma kundërmon dhe bëhet e padurueshme. Prej 30 vitesh është në këtë gjendje, na tregon banori, I cili shton se Alpetrol asnjëherë nuk është shqetësuar për pasojat. Megjithatë, denoncimi nuk ka ardhur ditën e sotme. Prej vitesh ka ardhur ky denoncim, por që ka rënë në vesh të shurdhët. Ndërkohë që jo vetëm qytetar vendas, jo vetëm banor vendas, por edhe të huaj e kanë ngritur këtë si një problem serioz. Gjithçka na tregon banori vërtetohet më së miri. Për shkak të derdhjes së vazhdueshme të mbetjeve hidrokarbure, këtu është krijuar një lavë nxehtë dhe e thellë. Ka helmuar gjithçka. Kemi frikë të vadisim tokat, të nxjerrim dhente në kullot, tregon ai, ndërsa për peshq as që bëhet fjalë. Me këtë bisedë ngjitemi lart drejt puseve. Gjithë rrjedha e përrojit të madh është e mbuluar nga llumi I naftës. Shohim një eskavator që banori thotë se është I Alpetrolit, po përpiqet të pastrojë disi, por sërish masakra nuk mbulohet dot. Është e dukshme se me qindra ton hidrokarbure derdhen në lumin e egër të Vjosës, shpallur park kombëtar. Në Alpetrol edhe në Agjencinë e Mjedisit askush nuk përgjigjet për masakrën mjedisore. Ndërsa nga të dhënat e publikuara në faqen zyrtare mësojmë se vendburimi I Gorishtës ka gjithsej 284 puse, por vetëm 142 prej tyre janë aktive dhe nxjerrin naftë e gaz. Thellësia e puseve është nga 700 metër në 1500 metër. Në 6 muajt e parë të këtij viti, këtu janë nxjerrë mbi 11.000 ton naftë, ndërsa viti 2024 është mbyllur me një prodhim prej më shumë se 32.000 ton naftë.